Sakt, po. Kemi pas shumë vështirësi. Mendoj se këto gabime me të vërtet janë të pariparueshme dhe do të ketë ndikim gjithsesi në raportet e ardhshme. Nëse Kosova din si me menaxhu situatën në këto ditët në vazhdim, mirë përndryshe ne do të jemi vetëm figurativisht në një ambient ku do të ketë propozime diçka të cilat nuk besoj se do të jenë të dobishme për neve nëse ne nuk dimi ti menaxhojmë ose t'ju prim atyre. Po ti zoti Ahmeti që s'na vesin fort amerikan. Tani problemi është Halil që nuk e dim as çka të presim. Jo be e dim. Po jo se dim, po s'po e din Irani, s'po e din Izraeli, po e dim ne. Nuk e di fjali ma të qartë. Se kjo e Donald Trump, domthonë unë nuk kum lexuar diplomacinë Trumpi nuk o kishin gjerë. Nuk bon diplomaci me gjujt gurin e ti me një mastrjove. Që ti ta dhe gjomin. Trumpi ti dhe unë me pare. Qasi tipi i presidentit është. Po Trumpi nuk e ka poshnu, nuk e ka rangu keq Kosovën, bile e ka rangu me krizat globale. Domthonë, Kosova është një krizë, një vend administror, që është asyla ma herët, i cili nuk na nje, kemi probleme me to pas zgjidhuna, dhe tash domthonë Trumpi tha ku në shku dhe me e rizgjidh. Edhe ne çaj konsideron mbyllën këtë çështje. Sepse jeni shtet me shtet na kanë thonë. Vazhdimisht diplomacia amerikane zoti Ahmeti e din ka punu vetë diplomaci. Diplomacia amerikane vazhdimisht neve na ka trajtu jeni shtet fol me Serbinë si me shtet. Ku s'ka thonë që jeni maul? Nuk maul. As Donald Trump s'ka më thonë që ju jeni maul se fuqiçi. Na thim ju. Kto është dilema ju? Kto është dilema ju? Çka po na detyrojnë me mor? Jo ju e ju pengon me mësu Amerikën me i thonë mos shko me hangër me pitë fuqiçi. Se s'bën? Ç'është po doni me i thonë? Ai një pyetje për Alina, ka qenë kaq i keq Bideni për Kosovën? Ç'është po thot Trumpi? Problemi i Bidenit për letrës si administratë ka dërgu presidenti Osmani nuk është marrë me Kosovën. Sepse problemi ka qenë po ashtu, e tha edhe zoti Ahmeti, te natë arroganca jonë. Domthonë s'po bën ti, s'po bën askuj, s'po bën kërkush. E valla dikush duhet me bën. Se na jemi sistem ndërvorën diplomatik në botë. Shtetet janë ndërvorën, asyla di mas mirë njëna me tjetrën. Këta tu mundu me qit kesh Serbinë. Domthonë ju ngul në Ukrainë, që e sot. Domthonë ai Zelenski i bukur i jeshëm me tjeshil të aveshën s'pe i thirr hiç në konferencën ndërkombëtare atje. Se pe kryen punë të veta dhe mos po mirët me virusën. A këta natë ditë dëshin me shti Kosovën luftë. Luftë sa luftë nesër. Çka mundu me qit fuqiçin keq. E dulen keq vet. Fuqiçi për juve roli administratës Biden? Shkurtimisht se dua ti përfshi disa pyetje që nuk ka qenë atë nivelin e pritjeve tona. Natyrisht që keni prit më shumë. Sigurisht, po u ballafaqua edhe me çështjen e Afganistanit, domethënë u ballafaqua me kriza të tjera, të cilat nuk i menaxhon të dot. Unë mendoj që ka qenë pak edhe çështja e kuptimin e shëndetit të biologjik, domethënë që atë detyrën në një farë mënyrë nuk jo që zoti Ushini, sistemi e kryen atë punë, nuk ka problem shëndeti njeriu. Okej, vetëm ta dëgjojmë. Po, ne përlidhemi në atë kuptimin që ka qenë i lidhur personalisht me Kosovën dhe në këtë pikë. Keni pritur që të jetë më kongullës edhe në kohën e administratës së tij, edhe dialogu pastaj ka psuar rënje kështu dramatike, në kuptimin ka devalvu. Po te aja që... Jo, zoti Ushini, ti e din ku ka ndryshuar raporti i administratës Biden me Kosovën. Lufta në Ukrainë e ka ndryshuar komplet botën. Pozicioni amerikan ka qenë njëjë reciprok, apo? Me Ukrainën është ndryshuar, ka hënë normalizim. Na kemi në start kemi humb rrethonat globale. S'është me Bidenit më. Unë do mi kthy asaj pyetjes që e bëni kushtrimit të çështja a mundet me mojt anën. Po e tham një bisedë me një diplomat evropian që tha, evropianët dhe vendet evropiane kur bisedohet për Kosovën dhe Serbinë, zakonisht tha, jo pse s'ju dojnë ju. Tha, po për shkak interesave ekonomike, për shkak mallësisë së madhe, për shkak ndikimit të saj në rajon, tha orientohen te Serbia. Dhe me një kablogram që kam pa që në vitin 1994 Gjerman, si më ju qofë Serbisë. E njëjta gjë është, e njëjta formullë, edhe në kohën e Miloševićit, duhet se po na shkon nga Rusia. Dhe kem pastaj më ka shtim me bëni pyetje me një bisedë me Mihail Steiner, thash, pse në Serbi 25 vjet më vonë kemi leadershipin që ka qenë bashkëpunëtor i Miloševićit në krye të Serbisë.
Sikur në Gjermani në vitin 1970 mos me pos Willy Brandt, po me pos një ministër të Hitlerit.